Në Korçë vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi për restaurimin e banesave mbi 100 vjeçare. Shumë prej tyre po kthehen në bujtina për turistë vendaset tuaj, ndërsa një pjesë tjetër vazhdojnë të përdoren si banesa familjare. Gjatë restaurimit, pronarët kujdesen të ruajnë elementet origjinal të ndërtimit, si porta, dyert dhe dritaret prej druri. Engjëll Bregu, restauratori i punimeve të drurit, shpreh se vitet e fundit është rritur ndjeshëm kërkesa për restaurimin e elementeve tradicional. Duhet dëshira e pronarit edhe aftësia e mjeshtrit që të arrijë të realizojë restaurimin në gjendje perfekte. Të ruajturi atë autenticitetin e mobiljeve të shtëpisë, që do që ta ruajë shtëpinë e vjetër siç ka qenë. Në fasadën e pamjen e jashtme duan ta ruajnë sa më shumë të origjinale e viteve që është prodhuar shtëpia. Te kjo dera, kjo këtu se këto janë të lëra me bojë dhe këto kanë gjithmonë surpriza brenda, nuk e di çfarë të dalën. Te kjo pjesa anësore do hiqet fare dhe do restaurohet, do bëhet e re. Edhe bazat poshtë në përgjithësi do të ndrohen. Pjesa e kornizave do qëndrojë siç është, ka edhe është një derë aty mbrapa, edhe ajo është e dëmtuar pjesa poshtë, po kornizën që kemi do t'i vëmë kornizën origjinale, që të mbajmë sa më shumë elemente nga ato origjinale. Jo se është teknika e veçantë, por në përgjithësi duan ta ruajnë atë të vjetrën, nuk e di dëshira ku është. Plus stili korçar me këtë kangjëllën, se kjo është kangjët e tëra me përçina, pa saldime, pa gjë. Këta njerëz e kërkojnë, pëlqejnë shumë. Edhe ata që kanë bërë shtëpi të reja e duan këtë lloj kangjëlle shumë. Vetëm në vitet e fundit, në qytetin e Korçës janë dhënë me 150 leje ndërtimi për restaurimin e banesave të vjetra, duke ruajtur elementet origjinal të ndërtimit e duke kontribuar në zhvillimin e turizmit kulturor.